Kryeministri Mickoski dëgjoi ankesat e krerëve të Vlenit. I duhet të vendosë nëse do ta mbajë Taravari në qeveri ose jo. Ministri i Brendshëm Panço Toshkovski thot se procesi hetimor për tragjedinë në Koçan po bëhet në mënyrë jo selektive. Kryeministri Tala Xhaferi mbron vendimin për të licencuar medresen Isabeu. Vlen premton zgjidhje ligjore afatgjate. Aleksandar Vučićit i del problem edhe gjatë fluturimit në Moskë, detyrohet të ndalojë aeroplanin në kryeqytetin e Azerbajxhanit. Përshëndetje të nderuar shikues, po ndiqni lajmet orës 15:55. Një ditë Taravarin, ditën tjetër me Gjitin, Kasamin dhe Ibrahimin. Kristian Mickoski dëgjon ankesat e tyre ndaj njëri tjetrit dhe do të vendosë nëse do ta mbajë Taravarin në qeveri ose jo. Pas takimeve nuk kishte deklarata zyrtare, por vetëm përplasje mes tyre në rrjetet sociale. Jo ja vlejti, jo nuk ja vlejti. Një vit më parë, u mbajtën zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare, ku në kampin politik maqedonas fitoi bindshëm VMRO DPMN dhe koalicioni, ndërsa gara ishte e nxehtë në bllokun shqiptar mes Frontit Evropian dhe koalicionit të Vlen, ku në ato zgjedhje fitoi Fronti Evropian me vota, por nuk fitoi përballë mandatarit të qeverisë, pra kryeministit Mickoski, i cili de facto e fitoi edhe të drejtët të vendos për fatin e shqiptarëve, se cili do të jetë përfaqësuesi i tyre në qeveri. Ai vendosi që të marrë Vlenin për të bashkëqeverisur, duke anashkaluar Frontin, të cilët mbetën në opozit. Situata e njëjtë po përsëritet edhe një vit më vonë, Mickoski në rolin e njëjtë, mirëpo tash ai do të vendosë mes Vlenit edhe Arben Taravarit, pasi ky i fundit u largua nga Vleni, por a do të largoj edhe nga qeveria, me të cilin qytetarët ende e kanë në memorje fotografinë mes tyre disa ditë para zgjedhjeve parlamentare në selinë e Vlenit, me çka në një farë mënyrë paralajmëruan koalicionin qeverisës. Takimi njëjtë mes Mickoskit dhe Taravarit ka ndodhur të hënën, ndërsa kësaj here në qeveri, një ditë më vonë, ai takoi edhe liderët e Vlenit, por ende nuk ka njoftim zyrtar se çka janë dakorduar. E përderisa vijonte takimi mes Mickoskit dhe krerëve të Vlenit, situata u ndes. I pari ishte që reagoi kreu i ASH-s Arben Taravari, që në rrjetin social Facebook shkroi një status duke thënë që nuk ja vlen. Reagim si ja vlen. Ndërkaq, i mënjëhershëm ishte reagimi i kryetarit të Alternativës Zeqira Ibrahimi, i cili tha se megjithatë ja vlen dhe se siç tha, edhe BDI, edhe qeveri nuk mundet. Ky status i Ibrahimit madje u shpërnda edhe nga krerët tjerë të Vlenit. Vleni nuk mund të lejoj që në qeveri të ketë partner edhe BDI-n përmes vegëzave ose veglave që janë kapur keq në rrjetin e oligarkisë së krimit të korrupsionit. Secili që dëshiron ta shpëtojë politikën e Soravis, edhe nëse këtë e bën me slogane patriotike dhe viktimizim engjëllor, duke e fshehur kështu kapje në korrupsion, më parë mund të digjet e të përmbytet se sa të realizoj operacionin e shpëtimit të atyre që tashmë janë bërë personazhe të listës së zezë amerikane. Më jashpër në reagim ndaj Taravarit ishte kryetari i Lëvizjes Demokratike Izet Megjiti. Të ftuam të bëhesh bartës i ndryshimit, u bëre simbol i revolucionit të dritave, edhe pse humbës në qytetin tënd shpërndaje e fridoll për BDI-n. Euforia jote pas ka qenë vetëm sa për kamerë, asgjë e sinqert, asnjë dritë e vërtet. Sonte Vleni vendosi dritat fiken për hipokrizin, dyftërsia nuk ja vlen. Ndërkaq, pas takimit të zhvilluar mes kryetarit të Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari dhe kryeministrit Kristian Mickoski, sot kryesia e ASH-s ka dalë me një deklaratë përmes sekretarit të përgjithshëm Bleran Ramadani, duke riafirmuar pozicionin e saj politik në kuadrët e qeverisë së re. Ramadani theksoi se Aleanca për Shqiptarët nuk është një dekor politik në qeveri, por një faktor kyç që udhëhiqet nga parimet të qarta dhe vizioni i përgjithshëm për shtetin. Sipas tij, partia mbetet e përkushtuar ndaj barazisë, pastrimit të institucioneve dhe ndërtimit të një shteti që respekton çdo qytetar pa dallime.
Kujtojmë se përplasjet në koalicionin Vlen filluan pasi Taravari ka kërkuar që në zgjedhjet lokale për këshilltar komunal të dalin me listat e veçanta, gjë që nuk u pranuan nga partitë e tjera në koalicion, madje të njëjtit e akuzuan Taravarin se bashkëpunon me BDI-n dhe shpallën të vetë përjashtuar nga Vlen dhe po ashtu tani deklarojnë se duhet të largohet edhe nga qeveria. Kriteret e Kopenhagës janë ato që do të na bëjnë një shtet standard europian të mërzitshëm, sepse vetoja nuk është një instrument miqësor. Këtë e deklaroi presidentja Gordana Siljanovska-Davkova pas takimit me presidentin kroat. Presidentja e vendit Gordana Siljanovska-Davkova në preskonferencën e përbashkët me presidentin kroat Zoran Milanović tha se kriteret e Kopenhagës janë ato që do të na bëjnë një shtet standard europian dhe theksoi se vetoja nuk është një instrument miqësor. Ajo tha se pret mirë kuptim, por theksoi se duhet të shtym përpara agjendën shtetërore. Siljanovska marrëdhëniet me Kroacin i vlerësoi si tradicionalisht miqësore. Është një shenjë mirëkuptimi, një shenjë mbështetjeje. Kroacia pavarësisht se është antare e BE-s, ka mirëkuptim për nevojat rajonale, ka mirëkuptim për Ballkanin Perëndimor. Presidenti përsëriti shumë herë se ne jemi gjeografikisht, kulturalisht, historikisht pjesë e Europës. Lidhur me pritjen tonë për në BE, e përsëris se besoj se kriteret e Kopenhagës janë ato që do ta bëjnë një shtet europian standard të mërzitshëm, se vetoja nuk është një instrument miqësor, se pres mirëkuptim. Presidenti i Kroacisë Zoran Milanović, duke ju referuar çështjes së antarësimit në BE, tha se ne nuk duhet të jemi viktima të asnjë presioni dhe shantazhi për antarësim në Bashkimin Evropian. Mos u bëni viktimë presionit ose ndonjë lloj zhvatjeje kur bëhet fjalë për antarësimin në BE. Nuk e kanë fjalën për vendin fqin Bullgarin, ata kanë disa ide të tyre se si duhet të duket. Është e qartë se duhet të ketë një konsensus dhe gjithçka varet nga një gjë, për sa kohë që dikush është kundër kësaj, Maqedonia nuk mund të ecë përpara. Pyetja vetëm është nëse kjo është ende gjëja më e rëndësishme në këtë botë që ja vlen për ju dhe qytetarët tuaj, apo ka gjëra të tjera për të cilat mund të punohet për t'i realizuar. Siljanovska tha se vetoja do të vazhdojë të shkaktojë probleme dhe se nuk do të mbetemi një rast i izoluar si dhe në një farë mënyre duhet të gjejmë vendin ton brenda kornizës së kriterjeve të Kopenhagës. Procesi hetimor për tragjedinë në Koçan po bëhet në mënyrë jo selektive. Këtë e deklaroi ministri brendshëm Pançe Doshkovski, duke theksuar se kjo ka rezultuar me ngritje të padive penale të 10 të akuzuarve, në mesin e të cilëve funksionar të kaluar dhe të tashëm. Ministri i brendshëm Pançe Doshkovski thotë se në rastin e tragjedisë në Koçan kanë vepruar në mënyrë jo selektive dhe pa hezitim, gjë që sipas tij ka rezultuar me ngritje të padive të 10 të akuzuarve, në mesin e të cilëve funksionar të kaluar dhe të tashëm. Në rastin e tragjedisë në diskotekën në Koçan, Ministria e Punëve të Brendshme ka realizuar hetim gjithë përfshirës, janë parashtruar kallëzime penale kundër 70 personave, në mesin e të cilëve ka edhe ministra, kryetar komunash, shefa, inspektor, zyrtar, policor të tanishëm dhe të kaluar si dhe shumë bartës tjerë funksionesh, pa mbrojtje, pa selektim, pa hezitim. Po ashtu ndalë edhe te rasti aditiv, që ka të bëjë me dyshime për keq përdorime në kombinatin e minierave dhe energjetikës Manastir, në të cilin janë të përfshirë 23 persona, e së fundmi në zgjerimin e hetimit për këtë rast dyshohet të jetë përfshirë edhe kryetarja e Komisionit Antikorrupsion. Ministri këtë rast e shesi simbolja asaj se, siç tha, nuk ka të paprekshëm kur bëhet fjalë për keq përdorime të parave dhe resurseve publike. MPB nuk është më institucion i mbyllur, por tani MPB po punon krah për krah me qytetarët. Siguria nuk është privilegj, ajo është themel i çdo shoqërie. Pa ta nuk ka as ekonomi, as drejtësi, as zhvillim. Pikrisht për tragjedinë në Koçan, partitë opozitare kanë kërkuar dorëheqjen e ministrit Toshkovski, sepse sipas tyre hetimet dhe arrestimet janë bërë në mënyrë selektive. Në kërkesën për drejtësi dhe protestuesit e rastit të Koçanit kanë kërkuar dorëheqje nga posti i ministrit të brendshëm.
Medreseja Isabeu dhe abrogimi i vendimit për themelimin e shkollës së mesme private nga ana e gjykatës kushtetuese ka përplasur partitë politike shqiptare. Ish kryeministri teknik Talat Xhaferi tha se vendimi është marrë në përputhje me të gjitha ligjet, ndërsa akuzat janë mbulimi pamundësisë për të mbrojtur medresen. Ndërkaq Vlen thotë se do të angazhohen për gjetjen e një zgjidhje ligjore afatgjate. Medreseja Isabeu dhe abrogimi i vendimit për themelimin e shkollës së mesme private nga ana e gjykatës kushtetuese ka përplasur partitë politike shqiptare. Ish kryeministri teknik, tani deputet Talat Xhaferi në një prononcim për televizionin Shenja, duke folur për këtë çështje, tha se vendimi i marrë nga qeveria në periudhën kur ai ka qenë kryeministër është në përputhje me të gjitha ligjet, sepse siç thot, para se të merrej vendimi, subjekti juridik, në këtë rast Bashkësia Fetare Islame, ka përmbushur të gjitha obligimet ligjore për themelimin e shkollës së mesme private. Duke cituar nene nga ligjet në fuqi, Xhaferi thotë se çdo subjekt juridik i huaj ose vendor apo person fizik ka të drejtë të themelojë shkollë të mesme private nëse përmbush obligimet ligjore. Mendimet pozitive të gjitha institucioneve përkatëse sipas ligjit për shkollim të mesëm rezultojnë me të drejtë, me verifikim të së drejtës së Bashkisë Fetare Islame si person juridik i cili thirret në atë bazë të themelon shkollën medrese dhe mbi atë bazë është dhënë vendimi për themelim të shkollës medrese Isabeu Shkup. Dhe çdo mend që Bashkia Fetare Islame këtë kërkesë ka bërë për nevojat të veta. Koalicioni Vlen, nga ana tjetër, vazhdon të insistojë se Xhaferi dhe BDI këtë veprim e kanë ndërmarrë për përfitimin e pikëve të ulta politike. Megjithatë, thonë se Vleni është angazhuar për gjetjen e zgjidhjes ligjore afatgjate, me të cilën ky problem do të mbyllet një herë për gjithmonë. I kanë mashtruar drejtuesit e medreses, si dhe nxënësit dhe opinionin e gjerë, se gjoja e kanë akredituar medresen Isabeu. Në të vërtet, ata e kanë bërë regjistrimin e medreses si gjimnaz i përgjithshëm, pa e vrarë mendjen se ajo shkollë ka një listë e lëndëve fetare dhe një traditë 40 vjeçare në atë frymë. Si pasojë e këtij vendimi skandalos, le që e kanë ekspozuar medresen në Kosovë vendime të gjykatës kushtetuese, por edhe kanë dëmtuar procesin edukativ arsimor në këtë shkollë, nga se nxënësit e regjistruar në atë program tashmë janë zyrtarisht nxënës të gjimnazit. Nga Vlen thonë se për këtë janë njoftuar edhe zyrtarë të Bashkësisë Fetare Islame, respektivisht medreses Isabeu. Akuzave të Vlen u është përgjigjur vetë Talat Xhaferi. Ai siguroi se vendimi nuk është marrë në asnjë moment për pikë politike. Në pamundësi që të mbrojnë një të drejtë të nxënësve, të cilët edhe sipas kushtetutës, por edhe sipas ligjeve përkatëse kanë të njëjtin status si nxënësit e shkollave tjera shtetërore komunale që funksionojnë në vend. Kështu që kjo çështje mendoj që është e absolvuar dhe çdo koment tjetër politik është vetëm se mbi bazën politike për t'i dhënë ngjyrë pamundësisë për të mbrojtur një të drejtë të qytetarëve. Ndryshe, për abrogimin e vendimit qeveritar nga gjykata kushtetuese ka reaguar edhe Bashkësia Fetare Islame. Në reagimin e tyre, thuaj se para gjykatës kushtetuese kanë iniciuar procedurë për vlerësimin e kushtetueshmërisë së nenit 7 të ligjit për arsim të mesëm, me të cilin nuk lejohet mësimi fetar në shkolla të mesme, me arsyetimin se ai është në kundërshtim me amandamentin 7 dhe nenin 22 të Kushtetutës së Maqedonisë së Veriut, i cili çdo qytetari i garanton lirinë dhe mundësinë për arsim fetar në shkolla fetare. Propozim ligji për ndryshim të ligjit për inspektoratin për përdorimin e gjuhës i propozuar nga deputetët e lëvizjes ZNAM ka hyrë në procedurë parlamentare. Me procedurë të shkurtuar, deputetët e Frontit Evropian vlerësojnë se propozimi është antikushtetues, ndërsa deputetët e VMRO-s dhe ZNAM-it vlerësojnë se me këtë ligj nuk synohet asnjë e drejtë. Propozim ligji për ndryshim të ligjit për inspektoratin për përdorimin e gjuhëve i propozuar nga deputetët e lëvizjes ZNAM ka hyrë në procedurë parlamentare me procedurë të shkurtuar. Deputeti Boban Karapejovski, njëri ndër propozuesit në elaborimin e propozimit të tyre, ka mohuar pretendimet e opozitës shqiptare se me këtë ligj inspektoratit të gjuhëve i merren ingerencat
apo i kufizohen kompetencat. Esenca e plotësimit dhe ndryshimit të këtij ligji në fakt është harmonizim me ligjin për mbikëqyrje inspektuese. Në dhjetor të vitit 2024 është fshirë subjektiviteti juridik i të gjitha inspektorateve. Deri më tani këtë harmonizim e kemi bërë për të gjitha inspektoratet e tjera. Por sipas deputetit të BDI-s Tala Xhaferi, ligji për inspektoratin e gjuhëve buron nga ligji special për përdorimin e gjuhëve, prandaj ky propozim sipas tij është antikushtetues. Me ligjin për inspektoratin, me propozimin që bëni, ju pëndërhini në ligjin për përdorimin e gjuhëve në 2020 dhe abrogoni normat të një ligji tjetër me këtë ligj, që as procedura nuk e lejon, as për që kushtetuta e lejon. Nëse ka qenë ideja që statusi juridik i inspektoratit për gjuhëve të abrogohet, të anulohet, pse nuk bëhet propozim ligj për ndryshim dhe plotësim të ligjit për gjuhët, dhe atje të thuhet që statusi ma nuk është person juridik, që edhe ky ligj më së ndet të merr formën si duhet. Edhe deputeti i VMRO DPMN-s Bojan Stojanovski tha se me këtë ligj nuk cënohet ndonjë e drejtë, as nuk merret ndonjë mundësi ligjore apo kushtetuese kujdo qoftë. Ky ligj, këto faqe për të cilët ne diskutojmë sot është ekskluzivisht në drejtim që të punësuarit atje të mund të realizojnë obligimet e tyre, përkatësisht institucionit të mund të realizojë obligimet që i kanë ndaj të punësuarve. Në aspekt të asaj që dikush mund të ndërhyjë në punën e atij institucioni nuk është e vërtetë. Kujtojmë se në dhjetor të vitit të kaluar kuvendi ndryshoi ligjin për mbikëqyrjen inspektuese. Me këtë inspektorateve i është hequr statusi juridik, si pasojë e mos harmonizimit me ndryshimet ligjore të punësuarit në inspektoratin e gjuhëve, i cili tashmë është në Ministrinë e Drejtësisë, kanë mbetur 4 muaj pa paga. LSDM-ja e akuzon kryetarin e komunës Kumanovës për përfshirje në një skandal ku të afërmit e tij kanë realizuar fitime të mëdha dhe të shpejta me shitblerjen e tokave. Partia opozitare akuzon gjithashtu Dimitrievskin se ka krijuar bashkëpunim të fshehtë me këshilltarët lokal nga radhët e BDI-s me votat e të cilëve ka arritur që të miratojë planin detaj urbanistik. Partia opozitare LSDM pretendon për një skandal ku janë përfshirë të afërm të kryetarit të komunës së Kumanovës, Maksim Dimitrievski. Sipas partisë opozitare, babai dhe kushëriri i Dimitrievskit që ishin pronar të tokës, të cilët, siç thon ata, i ashitën atë për 250.000 euro kumbarit të liderit të Znamit, dhe pastaj vetëm pak ditë më vonë ai i ashiti atë rjetit të supermarketeve për 600.000 euro. Ata shtuan se vetëm brenda pak ditësh, kumbari i Dimitrievskit, i cili bleu tokën nga familja e Dimitrievskit, fitoi 350.000 euro pa asnjë rrezik, biznes apo investim, nga ku këtë gjeste quajnë korrupsion të pastër si loti. Preku politički pritisak i manipulacije. Ky është korrupsioni i pastër si një lot. Ky është një model klasik i tregtimit të ndikimit. Është abuzim me detyrën zyrtare. Ky është korrupsion në veprim. Kryetari i komunës ende përpiqet të fshihet pas ligjeve dhe procedurave, ndërsa të afërmit e tij të ngushtë, kumbarët dhe bashkëpunëtorët politik, bëjnë biznes në kurriz të shtetit dhe qytetarëve. Ndërkaq, ata kanë kuriozitet se si nga të gjitha parcelat në Kumanov, prona e familjes Dimitrievski përfundoi tek rjeti i supermarketeve, si u dyfishua çmimi i tokës brenda pak ditësh, dhe se a u mashtrua qëllimisht një kompani me reputacion të mirë që të paguante më shumë. Se znaja odnapred. Kupovac Ja kujtojnë publiku që përpjekja e parë për të miratuar planin detaj urbanistik dështoi, për shkak të një konflikti interesi të këshilltarit të Znamit. Pasi kjo dështoi, Maksim Dimitrievski dhe kumbari i tij vendosin ta sjellin këtë plan me çdo kusht dhe të gjejnë një mënyrë të re. Këtu ata përballen me opozitën gjoja të zemruar kundër së cilës po lufton Maksimi, nga ku me ndihmën e votave të BDI-s, komuna miratoi planin dje.
Madje në këtë pikë, ata shtuan duke pyetur se si ka mundësi që BDI, e cila në letër është opozit, voton për propozimin e një kryetari bashkie që nuk ka shumicën. A nuk ishin BDI ata kundër të cilëve luftoi Znami i Maksim Dimitrievskit, apo kur bëhet fjalë për biznesin, a janë të gjithë të mirë? A është e vërtetë që individëve u premtohej një favor për të votuar? Pyet LSDM-ja. Nga atje, ata i bëjnë thirrje prokurorisë të ngrenë kallëzime penale për shpërdorim detyre, tregtim të ndikimit dhe korrupsionit të mundshëm. Kostoja e jetesës në prill të këtij viti, krahasuar me prillin e vitit të kaluar, është rritur për 2.7%, ndërsa indeksi i çmimeve me pakicë për 2.2%, njoftoi enti shtetëror i statistikës. Nga atje thonë se rritja e inflacionit është rezultati i rritjes së kostës së jetesës në grupet e mëposhtme si transporti për 5.1%, veshje dhe këpucë për 1.5%, rekreacioni dhe kultura për 1.4%, ushqime dhe pijet jo alkoholike për 0.3%. Çmimet me pakicë janë rritur për 1.6% në prill, krahasuar me marsin e këtij viti, thonë nga enti shtetëror i statistikës. Shikues të nderuar, kemi arritur në fund të edicionit informativ. Ju falenderoj për vëmendjen dhe mirupafshim.